Punoj me serre. Sa mirë. Me serre. Është Mielli patate, mielli sallata, kastraveca, mielli speca. Gjithaj. Falenderoj ma shumë ti burrin se burri më ka ndihmu. Kusht për me mbjell, kusht për me me rrotullu, kusht për me për asat për krejt burri. Mështë të heq, kam apliku, kam lampare, kam marr, edhe kur gjë heq, shteti sanë më ka ndihmu. I dëshiroj të gjitha gratë që merren me punë. Le të punojnë se puna është shumë e mirë. Për mua është terapi puna. Nga Skënderaj. Nga Skënderaj, nga Drenica, janë e bukur. Si e kena Drenicën? Mirë është për Unë me. di që Drenica çdo herë ka cel trima, ka njerëz shumë vlerësuar. Po, Po dhe di që edhe gratë janë shumë punëtore. po e vërtet është. Ju me çka merrni? Mirë me serre. Punoj me serre. Sa mirë. Me serre. Është punë edhe kjo? Po, edhe kjo është Po punë, jam e kënaqur. sigurisht e bën për me ndihmu familjes. Po, Që sa vite këtë punë e bën me serë? 8 vite. Që 8 vite. 8 vite. Është punë e lodhshme. Po, normal, pa punë. Nuk ka, pa munu, edhe e lodhshme është pak, po duhet me punu për familje. Sigurisht e bën tash edhe një herë për të ardhmen për me ndihmu Ardhmen e familjeve. Për kuhën, sa rrim në fshat jem pak ma probleme, den, po kem që me punu, pse me nejt. Puna është, që se mytë kërkan puna. Puna është spart. Gjitha groj dëshiroj që të punujnë, pse mos me punu, me prit një tarme pe i burrit gjithë. Ti ishe vete pavarne. Gjithë pavarë. Nuk Po. është, domethënë nuk varet shumë prej bashkëshortit. Jo, varet, normal që varet, po pse mos më janë Me bon ndihmu, ndihmu. krah burrit, pse mos më ndihmu? Bashkëshorti punon? Po, punon. A do thonë gjatë këtij rrugtimi kur ki fillojnë punu, kjo punë është pak më ndryshe për gra, është ki pas Është, nuk e di që është me thonë tash në vetë, si kur njeri kur të bjen në dashuri, është kur t'ja fillojsh me serre me punu. Çdo më ngjes, ki mo qo e hareshme, e gëzueshme, e lehtë. Unë jam e kënaqur shumë. Shumë jam e kënaqur. pikërisht e zgjote të punosh këtë Se më punë. ka pëlqyer gjithë. Se boba jam ka punu shumë me bosh që kena punu shumë edhe vojza kur kemi qenë kena punu te boba me fusha, me ora, me bosh që me krejt edhe na ka me citradi. Çka konkretisht në serë mbjellni? Mielli patate, mielli sallata, kastraveca, mielli speca, gjitha i kam. Po, përfitimet janë të mira? Mirë, jam e kënaqur, mirë. A ki po këto që nështë ma mirë me qenë vete pavarë mos me punu me dikon, po me vetë me qenë vetë ajo zonja? Vetë ashtu, jam vetë që punoj. Se për njëherë si kam, fëmijë si kam asnjë kësaj A i keni merr na vetë. sa mirë, Vetëm djolin këtu e kam. vetëm djalin këtu. Këtu e kam djolin, vojzat i kam jashtë. Jo gjitha gratë e zgjedhin këtë punë, se thash nuk është punë e lehtë. S'është e lehtë, e di se nuk e lehtë, po pse më najt? Tregova edhe por pse më najt? Mami më punu se më najt ludhesh kot, bile kur punon që ludhesh e di për çfarë ludhesh. A mund është gjatë muaj një pagë mesatare me kap në punën që e bën? Po. Pra përsi, si antar, dorat? Mirë, nuk jam edhe, me thonë që nuk jam e kënaqshme jam. Jam e kënaqur. Shumë jam e kënaqur me torna, me krejt. Se kam edhe burrin e djalin që punojnë më tera dyrëve të garozhda. Ata merren që punojnë, unë punoj në shtëpi. A duhet që çdo grua të mos pret, mos jetë shumë e varur prej Shumë, burrave? e vërtet është. Se shumë gra që pe Drenica ka shumë që merren me punë, me bashkë, merren me serra, merren beso dhe me pula. Dhe jem të kënaqur, pse? Pse mos më merr? Kursime, që i përket kursime, a i keni bashkë me bashkëshortin? A i keni Po, e shuhum na jem bashk, nëse pak edhe në pak jena ma ngusht tjetri ndihmojmë tjetrit. Pse na jem një familje. Po e the me shaka, a xhelozon herë bashkëshorti kur ti punon ma shumë, kur nxjerr orë ma shumë? Jo, është i kënaqur është burri. Nëse përgjithësi burra nëse një grua fiton ma shumë, e kanë atë para xhelozin si burrat shqiptarë. Edhe si të punoj pse unë edhe si të kam unë prap kur unë vjen me edhe burrit edhe djalit. Pse ju? Kur të kam pse ju? A do të sa bashkëpunojnë sot çiftet mes vete? Këtë pjesë që e po diskutojmë. Unë burrin e falenderoj më shumë ti burrin se burri më ka ndihmu. Kusht për me mbjell, kusht për me rrotullu, kusht për asat për krejt burri. Po komendet e grave, njerëzit për rreth si tregona pak. Nuk e di, gratë janë të kënaqshme, dhe isha shumë që janë të kënaqshme. Pse vinë ato, kam qef me shit, kam qef më mirë, pse ju? Janë të kënaqshme. A ke pas ndonjë paragjykim për tek tyne që ti grua, nuk mundesh mja dal, pse? Fillim po. Fillim kompos, jo kompos me familje, po kompos edhe për rrethet.
se sunë është mja dollë. Ishin ato komente? Ka qenë se bagi dhe po dolin perimet në mboshqe, po dolin, po shbohen shqitje, po i qesin bagi ka njera. Po nuk është aja si kur shkon e bletin pazor, si kur e nuk taze që i nuk pe i serës. Po që vedi keni mesatare? Po, mirë, ja, nuk jam aja që i ngriti qmimet, po si gjithë, unë pisho se qmimet, unë kur dalë edhe që në Skënderaj gjithkon isho, shumë shtrejti kanë bo 5 erë goti 1 kil spejta. 3 herë që do më thonë për këtë situatë që shijim, nuk është mirë që shto me rritë qmimet, se me konë në jashtë, tërsa në është jashtë, se unë edhe jashtë shkoj, edhe këthejna në Austri, edhe jashtë shkoj e këthejna, këna posë që shto edhe do termime, por nuk o mirë se na nuk kemë bugjetin se kemë në atë Kosovës, me poga që shishoj jashtë, që shishoj në vendin tënë. Shumë qmimet jenë shku në hamë. Për pensionista që s'ko, për pensionista që s'kanë me një rrugë që mirën, ka me morë ata me pensionista, me mojtë një familja, me mojtë për i bornat veta. A është kjo e drejt? Jashtë keni shku për punë? Po për punë. Kemi shku në Turkije, kemi shku në Austri, krejt qysh më mirë me punat sera. Po konë kjo një trajtim shumë i mirë. Kemi mirë për ty, të shtatë për shumë gra? Po kemi qenë shumë gra, jo veç unë për shumë. Kemi qenë 20 veta, jem të kënaqta. Gjithkohon që kemi marrë pjesë, tash i dim krejt, qysh shkojnë, qysh mbillen seret, qysh... Kjo lidha me natyrën, si ndodhi tek ti, që ta dosh natyrën, ta dosh punën që ti e bën? Nuk e di vetë, qashtu më ka ardhur se nuk po mëj me najt në shpe, po du me punu. A në që gratë që jetojnë në fshatra janë pak ma të zonja se këto vendet në qytet ku jetojnë? Po besoj se këtë në qytet pak e kanë ma problem, se këtu i kanë punat e veta, janë mangat punës, na fshat duhet, i kemi pa tjetër me punu, pse mos me punu? Jem të knaqta. Po, keni pasur gjatë jetës do një sfidë vështirë? Aty nuk mëj me ndërhyja nej, se para lufte kam jetu në Gjermani, 5 vite atje, burë 11 vite. Lufta në kanë këto, ka qenë jetë merë, edhe nuk du as në përmen luftën, se kemi hekë shumë. Kena hekë shumë, si dhe mas ma nuk e di, e hopën punën dëtë, atje kemi punu, edhe që sot prap jam me knoqë që si kam thmin, kam shtu thmija, i kam që mi kanë kry fakultetet, edhe jemi mënuna, për familje jemi mënu, edhe si fillim unë kam punu edhe pundore, që me shkollu fmin, e me arri diqka fmija. Pundore kum punu. Sa vite? Vallaj 4 vite pundore kum punu, mas 4 vite ja kum fillu, 2018 ja kum fillu me sejre. Edhe veç për shtetit shumë jem të rajshëm. Se mi kry fmija fakultetin, e ma morë sët udhën e gërbetit, nuk kom letë për prend. Nuk kom letë për prend. Gjdo prend e ka përjetu këta. Po mbështetjen e vendit, shtetit tonë që të kanë dymu rrëdh kësaj pune që ti e bën, sa ke pasur mbështetje? Ja, mbështetje heq, kom apliku, kom lampore, kom marë, edhe kur gjo heq, shteti sanë së më ka një mu. Heq, ka bili këtu se në kur. Pa dhe vetë, i pështësit të regove, më do që kërë këteve nga jashtë ka përfundu për ty? Krejt, gjithë shka, qashtu kom. Shumë vën, u dërzova shumë vëtë se neve na kanë, krejt na kanë kollë. Me shpija modë, me krejt, me tenka, me krejt që rrësh na kanë bojë. Jo neve, po si gjithë, mos drenica, si do mos drenicën. E që kjo është se, që kjo gabimi maj modë jonë që kemi këthy nga Gjermania. Jena është gënë ju me shtetë. Jeni pishman që jeni këthy nga Gjermania? Ju, tash ju. Më fillim kemi qenë se s'kishun kahët jam bojmë. Burën veteran. Sot shenë edhe vetë sa u rritë numri. E kurse tjertë kanë qenë Gjermani, e kanë përjetu luftën në Gjermani, jenë këty sot edhe janë të veshun, me një forma marrë, ka herën bjën të burri me vesh, me thonë që janë veteran. Se kemi humë punën, e kemi prosmi në Kosovë. Sa e ka shkënë kjo? Shumë, bili shteti shumë. Bili për fëmi, ku me ndu, me arrit diçka për fëmi, bili me shkollu fëmin, edhe me shtinë për punën. Tu në Kosovë, jo, qiken, i kam me fakulteta, qiken e dy sidomos me 2 fakulteta infermiere, jashtë jeton. Qashtu e vogla, jashtë. Krejt janë, qiken e modë me licencë, që do me thonë, me najtë, është, për prindë është shumë shtirë. Është gjeni me madhë, kuptoj, së të mos për prindë. Pas këtyre gjëra që kalitjes një jetë që ka ndodhur, sa ju ka botë fort jeta juve si grua? 3 herë ma shumë. 3 herë ma shumë jem tash të fort. Jem krenar.
Tash, jem një shtet lirë. Po sa pisha nuk pja di një vlerën. Pishin edhe vetë se vlerën nuk janë 2 ditë, sa gjoku dhe në këtë vend. Nuk e di, nuk po më me full. Është për të ndikeq. Po. Këtë fund po do mi motivu ato gra që dëshirojnë si ju këtë punë të njëjtë me tokë, me punën që ju e bëni domethënë, çfarë kush e thon? Ju këta i dëshiroj të gjitha gratë që merren me punë. Le të punojnë se puna është shumë e mirë. Për mua është terapi puna. Unë jam e kënaqur. Gjitha gratë i dëshiroj që të kanë fat, të kanë suksese me arrit diçka, që t'i bëhen krah familjes, krah burrit, krah fëmijëve. Që kjo është dëshira ime fundit. Unë të uroj ty më të mirat, më të pari shëndet, edhe pse jo të kesh sukses në punën që e bën. Edhe ta komi me një intervistë më të gjerë me ju. Faleminderit. Pasi që unë gratë sukses më çdo herë i përshtatej. Shumë faleminderit, shumë faleminderit.